Një ngjarje e rëndë ka tronditur jo vetëm familjen, por edhe komunitetin shqiptar. Pasi një iri 19 vjeçar nga Kosova, Bylbyl Avdullah Mazreku, ka humbur jetën tragjikisht në një aksident të rënd trafiku në Austri. Sipas raportimeve, aksidenti ka ndodhur në orët e hershme të mëngjesit në rrugën Eferdinge, në zonën e Alkovenit. Iriu ishte duke udhëtuar drejt vendit të punës, kur automjeti i tij është përplasur kokë më kokë me një kamion që po vinte nga drejtimi i kundërt. Përplasja ka qenë jashtëzakonisht e fortë, duke i shkaktuar 19 vjeçarit lëndime të rënda dhe fatale. Në vendin e ngjarjes kanë ndërhyrë menjëherë ekipet emergjente dhe shërbimet mjekësore, të cilat kanë bërë përpjekje maksimale për t'i shpëtuar jetën, por fatkeqësisht ai nuk ka arritur të mbijetojë plagëve të marra. Kjo humbje e papritur ka lënë pas dhimbje të madhe te familjarët, miqt dhe të gjithë ata që e njihnin. Ndërkohë, autoritetet austriake kanë nisur hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat dhe shkaqet që quan në këtë aksident tragjik. Ngjarje të tilla rikujtojnë edhe një herë rëndësinë e kujdesit maksimal në trafik dhe respektimit të rregullave të qarkullimit, në mënyrë që tragjedi të tilla të shmangen në të ardhmen.